Ky emision mundësohet nga Telkos. Përmenda pak më herët, kemi ardhur në një fshat i cili në fakt është njëri prej fshatrave besoj i vetmi në krejt trojës shqiptare që ka dhënë mas shumti për çlirimin e Kosovës. Mirë po jo vetëm në vitet e fundit, kontributin e vendasëve historia e nje edhe në kohra më të hershme. Këtu në kullën e tij na ka mirëpritur Qazim Meha, një vendas i cili në fakt ka shërbyer shumë vite në arsim. Ka shërbyer edhe si mësimdhënës në shtëpi të shkolla që kanë qenë dikur, ka shërbyer edhe si ushtari ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe në kullën e tij dikur ka qenë spitali ushtarak i UÇK-s. Faleminderit shumë që na ke mirëprit sot këtu në vendlindjen tonë. Mirë se keni ardhur. Në fakt e lash pa përmend që ti je dhe njëri prej atyne që e ke shkruar ose pjesëmarrës e një historie të shkurtër më quajtur kështu se monografi të Prekazit. Tregona pak se çush është sot Prekazi dhe se çush ka qenë ndër vite ky vend. Prekazi daton qysh herët. Banorët e këtu fshatit Prekaz kanë ardhur shumë herët në këtë trojë. Dhe unë do të përpiqem të fokusohem më shumë në 100 vjeçarin e fundit, prej 1912 e deri në ditët e fundit vitin 2000, kur është kryer lufta e UÇK-s. Ahmed Elia është një prej banorëve të këtij fshati, i cili ka pasur një kontribut shumë të madh në çështjen kombëtare. Në kullën e tij kanë ardhur shumë krerë të dijes, po edhe të pendes, siç është edhe Bajram Çurri, Hasan Prishtina, Azem Bejt Galica e shumë të tjerë. Do të thotë aty kanë frekuentuar dhe kanë marrë këshilla, kanë marrë udhëzime për veprimtarinë patriotike. Në 1912, forcat serbe kanë hyrë në Prekaz. Kanë deshur me bën një represalie, dhunime ndryshme, plaçkitje e tjera. Mirë po, duke ju falenderuar Ahmed Elis, i cili posa i ka një zhurmat e fëmijëve dhe të familjarëve në një lagje tjetër, jo në lagjen e vet, është mobilizuar me gjithë djalin, morselin edhe migjen, pa pas armë, por vetëm me sopata. Kanë arrit në atë lagje dhe kanë hyrë brenda, ku kanë qenë për shtëpia ata, i pret disa shkije me sopat, disa sërë më falni, se s'është mirë përduret këtë term, po s'ka dert, kështu që morseli djallit i arrin me u grabit një pushk atyre, dhe për leshje sipër i vrasin 12 përfaqësues të ushtrisë serbe, dhe prej forcave tona ata 3 që ishin, vrahet veç Ahmed Elia. Kështu që në Prekazi ka thonë pra në një qërë shembull unik në botë nuk ka që dikush shkon edhe vdes për këshi. E ai ka vdek për gjithë kombën përgjithësi edhe këshin e vetë që e ka pas një lagje tjetër, ka shku dikur në rreth 1 kilometër larg për mi dalë ndihmë. Shembull edhe për mënyrën se çush e kanë pas trimnin me marrë krejt atë guxim edhe me ja kthy, domethënë me sopat
me Sopot. Fuqin tjetrit që nashta e u ditë për orën që i kanë pas në atë periudhë serbët. Sigurisht. Është edhe ka nga që di ju e keni dëgjuar, është ka një për Ahmedelin, kur i thot, kur hyn këtu në bordë të dyrt, ai serbi që ka qenë i thot, stoja Ahmet ku po dër me hy. Thot unë se di stoja po çka ke lyp shtëpia shqiptarëve me hy. Thot ku ke marrë leje me hy shtëpia shqiptarëve. Dhe i mshan Sopot aty nkry. Qasoj roje i mshan dhe ai vdes aty. Kështu që ka ndodhur tani u zhvillu ngjarja derisa u shkry, një ka shpëtuar dhe kalon me qëllim. Me shku thot shkoj lajmëroj të serbët se shqiptarët kanë rahmet. Kanë mujt më vesë ja prin veshin, ja prin disa ja lën disa trona gjymtyre çashtu dhe ka shku ka tregu thot shqiptarët unë kanë mujt më vra po me dhonë si shembull se shqiptarët nuk vret njerëz pa fuqishëm. Përveç Ahmet Delis, këtu në fshat ndodhet edhe kulla e Tahir Mehes. Mas vitin 1912, lufta nacional shqiptare e Jugosllavisë është zhvilluar dhe ka ndodhur lufta Shaban Pollushës. Po duhet të tregu. Sa shumë interesant. Në 45-ën, Shaban Pollusha ka pas diku rreth 12.000 ushtarë shqiptar. Ka marrë urdhër me shku në frontin e Sremit, në Vojvodin, është kthyer po 2 javë, nuk ka shku për shkak se serbët kanë bërë represalie në Drenicë. I kanë vrarë me çekish, i kanë mbyt me çekish shqiptar. Dhe thotë nuk shkoj me luftu në front Sremit me nazifashizmin, po duhet me mbrojtë shqiptarët e mi ku i kam këtu. Kthehet dhe lufton deri në shkurt 45. Forcat serbe në mobilizu të gjitha, krejt njësitë ushtarake serbe, ndaj Shaban Pollushës, ku aty kemi pas edhe na pjesëtar, familjet përkazit gati të gjitha kanë qenë si pjesëtar të asaj lufte. Njëjtën kohë Shaban Pollusha ka mbrojtë edhe Novi Pazarin e ri, tash Pazari i ri quhet atje, tash thirrën Novi Pazari, patër ka qenë Pazari i ri. Të gjithë kanë qenë shqiptar ata, po janë asimilu. Për shkak Serbia çashtu ka vepruar. Dhe desh është vrarë mas kësaj lufte. Na kemi qenë si fshat pa asnjë privilegj. Pse? Për shkak se ja kemi kthy pushkën çdo herë Serbisë. Edhe ka ardhur viti 1989 kur ka filluar demonstratat në Prishtinë. Ju jeni 3, unë edhe kam qenë pjesëmarrës aty në demonstratave. Dhe për me tregu forcën serbët, edhe me ulë rezistencën e shqiptarëve, sidomos në Prekaz, se edhe Tahir Mehes e angazhuar. Përgatitjen aty demonstratave, organizimeve tjera, vinë rrethojnë Tahir Mehen në mëngjes me njësitë speciale. Edhe policinë, po edhe njësia speciale. Dhe rezistenca e Tahirit ka qenë 12 orë. Veç me bab ka qenë luftë. Nuk fshati s'ka mujt me ndihmu për shkak ka qenë rrethum për 3 radhë. 2 persona kundërsa ishin. Dhe dikun për ka numrin nuk di më të thonë, po ishte krejt fshati rrethekuar. Ishte shtëpia rrethekuar edhe lagja. Do të ishte 3 radhë, se për ka numri se di sakt sa pjesëtar kanë qenë. Anisia speciale ka hyrë për Prishtinë ka ardhur, se atëherë për shkak të demonstratave kanë pas vendosur njësinë speciale Serbia këtu. Me 2 gjipa kanë ardhur dhe me 2 helikoptera dhe 2 tankse. Kështu është përdor helikopteri, është përdor tanksa, është përdor edhe njësi speciale që ka qenë shumë e përgatitur për këto raste. Tahiri arrit me i vrarë një numër të madh policisë. Sipas shënimeve zyrtare të Serbisë janë 7, 4 të vdekur e 3 të plagu. Po sipas shënimeve shqiptare që ne kemi janë diku rreth 24. Për shkak se janë shënimet kur janë dërguar në spitalin e Skënderajt për ndihmë parë. E tani ata disa kanë vdek e disa me helikopter kanë shkuar në Shkup. Kështu që ka qenë një numër i madh, jo 7, sipas tyre, po ky nuk ka deshtë me bomba të madhe se qysh me krejt një Jugosllavi me hub me 2 njerëz, me pas gjitha të vdekur. Tahiri ka lënë 5 vajza, të gjitha i ka gjalla, Zadja është qika e madhe e tij që është plaguar në luftë, qatë luftën që e ka pas Tahiri, sot është gjallë. Mas kësajna vjen dhe në varrim të Tahir Mehes, Adem Jashari me
Bacin Shaban edhe me Hamzën kanë qenë dhe në betue se do të vazhdojmë luftën. Tone ku ti e letash se ai ka vdek. Aty ka marrë betimin Ademi dhe ka vazhduar. Derisa ka se për 7 vjet rezistencë që ka qenë prej Nortënishit, se sulmi i parë ka ndodhur te Shard me 91. Nuk ka pas të vramë prej shqiptarëve, ka qenë 2 Serbë 2 të plaguma të vramë, sakt nuk na kanë dhënë shënimet. Prej shqiptarëve nuk ka qenë asnjë, ka pas plagum në rrethin, 2 vet, po dekun asnjë. Domethënë, në sulmin e dytë, kur ndodh me 22 janar 1998, ka qenë sulmi i dytë organizuar drejt për drejt në Kullë të Adem Jashari. Ka luftu Adem Jashari me familje, me Nipa, Mesa, Shabani, me Dajen, Dajaos, Osman Geci, dhe i plagohen 2 vajzat, Iliriona dhe Servetja. Njeriu i parë që i ka dhënë ndihmën atyre 2 vajzave në podrum, dhe ju keni pa ndoshta podrumin kur kanë vdek familja më vonë, djali jam ka shku dhe ja ka lidh plak. Do të vetëm njëri prej anës shëndetësore ka qenë Musa, se djali jam e ka emrin Mus, dhe ka hyrë ende pa në pusht mrenda, ja ka lidh plakët atyre 2 vajzave dhe i kanë me tërhiq prej aty. Mas këtij sulmi ka ndodhur tani 5, 6, 7 marsi. Mirë po, në shkurt, në 88-ës, ka ndodhur edhe sulmin në Ligoshan, Qirez dhe Ligoshan. Kështu që në atë luftë, unë s'kam marrë pjesë atje, po kam qenë i angazhuar në disa aktivitete mbrenda, kënej, dhe me Ademin më takue para kullës tij. Se unë kisha një porosi prej... Në shkurt në 88-ës. Në 88-ës, unë kisha një porosi prej Musë Jasharit, keni dëgjuar për Musë Jasharin, kjo qika Sala Jashari është qika e Musës. Musa ka qenë komandant ushtarak. Nxënës klasë, e kom pas klasën e 5, dhe ka orë qitu, po në këtë vend, dhe m'ja bu një porosi. Thot me shkue dhe të shtëpia jam me fol me nanën dhe e ka një porosi me qunë vend, unë që kom pas. Thot veç të te e kam besimin. Bile më thot mësu si qasë gjithë, se më thot qazim, po mësu si qasë më kanë thonë. Unë e kom shku në mëngjes, e kom marrë me nanën Sala. Sala, keni dëgjue, ajo më thot hajde birë se ka më të kallëzu diçka dhe me kryu se Musa ma kalon amanet. Se Musa ishte shku në Qirez në Ligoshan me bërë mobilizimin e popullatës. E kom kryu atë amanet. Dhe tani ma vonë ka ndodhur, tani ka mas dite, në fillim ka ora 10 ka fillu gjujtet, po u zhvillu ma vonë, dhe në mrami u zhvillu lufta, Qirez e Ligoshan. Që këtë djali, ku ashtu në fotografi, është plaguar në hymet Skënderajt, prej forsave serbe, dhe na jemi shku kemi marrë me gjithë Musën, e kemi pru këtu në shpitun, e i kemi dhonë ndihmën, ky ka qenë i ri, i kemi dhonë ndihmën sa kemi pas mundësi, për plaga ishte shumë e ranë dhe kishte derë shumë gjak. Mas 1 orë e gjysë ka vdekët në kullën tu. Që prindet dëshiruam këtu me qitë një plakë. Kjo plaka këtu është shenjë për kujtime se këtu është përdorësish në spital. Që kena me folë mas tani. Rrëfimi i fundit të Jasharajt. Të Jasharajt... Qështë ndodhe ju jeni të parë, po besoj krejt që keni pa prej ofër në gjarën edhe e dini ma mirë se... Kjo në me 22 janar, masi ju në plagua dhe të rek forsat, kanë orë popullata shumë edhe ndihmë, po edhe me vizitu. Zakonisht ka pas numër të madh. Unë e kom qenë në Kullë, me Bacin Shaban, kur ka orë Fehmi Agani, keni dëgjuar për Fehmi Agani, sigurisht, edhe Hidayet Hyseni. Hidayet është sot gjallë, Fehmi është vëra dhe Bacin Shaban vëra. Vetëm na 4 kemi qenë. Unë ju kom shërby me sok, që më ordënon Miqa Shaban, thot qazim, jape Afgani sok. Fehmia e merë, a Hidayet i kishin gjinu shumë, se ka qenë Ramazan. Në qëto momente ka ardhë Ademi, se Ademi s'ka qenë atë natë aty. Ka ardhë, ka hymë mrenda deri në Kullë, i veshur në ushtarak, me tisha ushtarake, është përshëndet. Ata deshtër më uquë me pranu më ullë, për të që s'kam kohë jam mobilizim, ju rrini vazhdoni, që që keni misionin.
Dhe aty edhe ata që kanë lyp Pizën, ju në prej Kudës edhe kanë shku në punë të veta, unë nuk e di sa më aty të ku kanë shku. Kështu që ka qenë fenomen që kërkush këto fjallë nuk t'i ka thot derisa. Këto detale. Që unë dëshmi e kam edhe Hidajt Huseni, se ka qenë aty, se këta tjerë kanë vdek, po unë edhe Hidajt Huseni kemi qenë aty edhe këto e në fjallë që ju në full aty me Adem Jasharin edhe Fehmi Agonin mrenda. E ma vonë, 5-6-7 marsi, është një luftë shumë e rrep të zhvillu. Na kemi ditë se do të ndodhë diçka, se kemi bërë dhe roje. Në 2 vjetë plotë na kemi qenë mobilizu. 2 vjetë kemi pasë roje në fshat. Ç'është keni bërë rojat? Organizimin e kemi bërë si pas lagjeve. Për shembull, lagja e Share me njerëz të vet e kam bërë rojën të Eshartë. Lagja Mehaj me njerëz të vet kemi bërë lagjës Meja. Po ka pasur raste ku kemi shkëmbyer njerëz me shku me ndihmu. Lushtakt edhe Kadriu, 3 lagjet prekazit poshtëm, janë lagja Lushtaku, Kadriu, Meja edhe Jashari. Kështu kemi bërë rojën, derisa ka ndodhur të aksionet, ma vonë tani jemi mobilizuar që dulen në skeno që jemi mobilizu të gjithë, si pas mundësive që kanë pas, kjo luft ka qenë, ushtri ka qenë vullnetar. Ditën e rrëthimit fundit, që shë mbanë mend? A ka pas forca? Këtu fjetë këmë qenë, se në bashkëm roje, po dikush flajke, dikush... E une më ka rapë qashtu me qenë fjetur. Dhe më kanë demru roje që po zhvillohet luft e Eshartë. Na jemi mobilizu të gjithë, kemi dalë në për male, kemi këshyrë shka po bëhet, ka qenë të forsat hatashme dikun rrëth 5.000 trupa. 5.000 trupa kanë qenë rrëthim të lagjës e Esharit. Dhe s'kemi pas mundësi me depertu me armët që na i kishim. Se na kemi pas armët të mplet. Kalashnikov, revole, bomba dore, mërtaja dikur ma vonë kemi pas, kemi përdorë, kështu që ka qenë e pa mundshme me thyje rrethimin dhe me hymë rrenda. Më vrakin a mujt, a me shpetu u kone pa mundshme. Ditën e parë u zhvillu të në ditën, na kemi përsjell prej terreneve që jemi konë të përsjell, kanë luftuar të në ditën, edhe dytën e dytën, tretën ditë është gradin. Lagja është gjujtë edhe me tupa. Çdo shtëpi e lagjës së Esharit ajo gjujt me tupa, na jemi dëshmitar që e kemi pa. Ma nuk do kështë asnjë shtëpi, veç tim e pluhur. Në mujshë me pa, asgjë tjetër. Derisa është vra Adem Jashari, që është prezente sot Besarta, që e cila ka shpetu. Prej krejt familjes ka shpetu vetëm Besarta, që kanë qenë këtu është fjala. Dhe ajo ka përjetu krejt atë merë, ajo ka shpjeguar, din me shpjeguar. Unë nuk di ku ka mama të merë i madhë. As nuk më dëgju. Gjithë shka në botë ka, pa thamë që bota ku me di qëfar, por ka qenë të merë, kur një popullat e cila ka qenë e para matos, popullat që s'ka pas qara për e mbrojt pragon e shtëpis, se zakonisht na jemi mobilizue që me dalë prej Serbije, mos me pranum pushtusin Serbë. Mirë për numër një ka qenë mbrojtja e pragot shtëpis. Dhe ai ka sulmu shtëpi drejt për drejt. Nuk ka mujtë me sulmu formacionet të ushtarake që kanë qenë të organizume, po ka shku shpia, që me fut frikë. Ja rriti dhe i dikun qëllimit, por na përnryshe mendimin edhe të alatëve tonë, edhe të forcave tona ushtarake. Arretë më shliru, do të më falenderua shumë popullatës, njerëzve që ka qenë të uniformu, me uniforma, se ka qenë vështirë me i dalë përballë gjitha asaj force ushtarake. Po ka qenë vullneti, ka qenë dëshira, dhe çdo popull që lufton për lirin, herat avon do ta fiton. Na jemi fitues kësaj lirie dhe do të jemi mirënjohës gjithmonë të jetën, duke mos e harruar sakrificin që e kanë bërë njerëzit. S'ka qenë lehtë me i thonë Serbisë ju. S'ka qenë lehtë. As me i dalë me një pushka automatike për para. Po vullneti e ka majtë këtë punë. Vullneti e dëshira për liri, liria është e shajt, nuk ka sen më të breshme se liria, prandaj duhet me luftu, me rujtë këtë liri, me kultivu këtë liri, mos me humë,
se populli thot diçka mund ta fitosh, po edhe mund e hup nëse nuk din me mbajt. Dhe na tash duhet me ditë me mbajt lirin, se po se mbajtum, edhe mund ta hup. Rënja e familjes jashare nuk ju ka bë me u dorëzu. Jo, E keni na ka vazhduar mobilizu. angazhimin? Na ka mobilizu për kundrazi. Se unë kom qenë gjenerat me Adem Jashar. Na jem dytë mrena një vitit lindur. Unë jam në mars e ajë në nëndorë. Kështu që kemi pas gjenerat, unë kom lujt me te, si fëmijë, kemi rugjojt Qysh ka bashkë. qenë? Ka si shok? qenë djali hareshëm, djali që s'ka ditë më dorëzu asnjëherë. Nuk e kom ditun se do të lufton. Kërkush se kemi ditë në atë kohë si fëmijë, na që do t'i vjen puna me bë luftë për liri. Kur se ishëm tri, ande. Po mirë, po ka qenë ma shumë njëri se në tjerë, se në dhe ti, në kullën e ti, ka najtë shumë njerës të menqëm, ka najtë dijes, ka najtë pushkës, ka najtë njerës që kanë sakrifiku shumë, edhe kura ma herë. Dhe a i kanë dëgju aty, dhe u mobilizu për qasaj. E ka marrë si qysh më thonë një farë vullneti, se si po dufka me liftu për adhes. Dhe pa gjak nuk fitu të liria, dhe neve na thoj kënë gjoj. Hajde, so kja kur që dhe ke, po na duhet me luftu edhe ma tepër, se liria nuk vjen let. Edhe si dikur ka 2-3 qëtarë sa ka qenë, se edhe në shkollë kemi qenë bashkë. Prej klasës parë deri në 8-ën bashkë kemi qenë, një shkollë bashkë kemi mësue, bashkë kemi vepruhe, i ka dorë shumë, i ka dorë mësues shumë, i respektu shumë, asë njëherë s'ke mujtë me pot mërzitur Adem Jashar, asë njëherë. Gjithë ka qenë njëri optimist. Dhe duhet me falendru shumë ati e shumë të tjerëve për lirin që nësë të gëzoj. Prej fillimit ajve që pas ka pasë ndjenjen kombëtare. Po baba i ti ka qenë mësus. Mirqa Shaban për herë por ka qenë mësus i parë Drenicë. Masa ne ka qenë edhe si hoxhë, e ka kryer me drezën. Mirë po e ka njekës pushtu si sërbë dhe e ka ndargu prej mësimit. Nuk e ka ndonë me punu në arsim, e asë si hoxhë që ka ndonë me punë. Po aje ka zhvillu aktivitetin e vetë, ka qenë një njeri shumë i qëndrushëm, edhe nuk është dërzu kur. Njëjtën e ka pas edhe djem, se i ka 3 djem, qashtu e ka pas edhe shoqen, ka qenë shumë grua fisnike, ka qenë e fort, ka qenë patriotike. Me gjithë Dajen Osman, se ajo është e billa ushe, e ka pas vlla Osman Gecin. Edhe Osmani ka qenë një prej patriotëve të shquar sa janë, edhe ka vdek, e ka ditë që do të vdes dhe ka vdek për nipa, edhe për atë i kuptohet, deri në fund. Edhe ju vetë jeni njëri prej kontribusëve më të mëdhej për çlirimin e vendit. Këtu pranë në këm spitalin ushtarak. Tregom pak që qysh ka shërbyer në atë periudhë, qysh e morre vendimin me lëshue shkollën tënde për spital. Djali jam Musa ka qenë teknik i diplomum i infermierisë. Infermier ka qenë, me njerë mas shkollës e ka kryer në Mitrovic, dhe ka punu në ambulancën Nëna Terezë në Skënderaj. Kanë ekzistu këto ambulanca në përkrit Kosovë, po edhe një ka qenë këtu në Skënderaj. Dhe ai për 4 vjet aty ka shërbyer. Dhe tash aty në ka lind ideja, se veç na për luftë e kemi ditë se do ndodhë një ditë. Dhe ilaqet që i ka pas Nën Tereza, kur u mbyll, shumicën atyre ilaqeve ne kemi marrë dhe kemi bërë rezervë në shtëpinë tonë për shkak se kemi ditë se një ditë do të na hynë shërbim. Dhe ashtu ndodhi që ndihmat edhe të popullatës civile, po edhe ushtarake kanë qenë në qitë rrëthin kryesisht përqendruar te na. Dhe na kemi vendosur që deri në fund me dhonë ndihmë mrena mundësive që kemi. Na ka ndodhur shumë njerëz që kanë orë kësajte, që i përmenda, Ademi ka qenë këtu, ka marrë injeksione për shkak të thufjes që ka pas. Enver Meja, djali Beqir Meja, se ka babën herojt lullë, të qekes, është plagos prej forca sërbe, na kemi shëru këtu. Musa Sharin që është plagos fabrikë municionit, me Bajram Rezhepin, e kemi shëru e Musën, sot është i gjallë, edhe mund me të regu rëfimin që ka qenë. Kemi shëru edhe Hysen Lushtakun, e shumë të tjera emra që nuk të bin ndërmend nuk bin ndërmend të gjithë sa kanë hyrë, sa kanë dalë. Kështu që s'kemi kursye deri sa u kry lufta, kemi qenë mobilizuar
për mi ndihmu dhe ku mi qunë gjeti, na kemi pas mi vendosë shtëpi. Mi dhondimin e parë, mi majtë këtu, mi aftësu dhe me këthuja pet frontin e luftës. Kështu që kështu na ka rind ideja, spontanisht, jo diçka ku me ditë çfarë organizimit veçantë. Por të e di çfarë rreziku ka, a e bëjmë qëto qështu, a pregatisëm të kemë rezerva diçka. Edhe pse këtu është kallë kjo shtëpi, krejt, por na i lasti kemi tërhjekin, kemi sita për mali. Për ndryshe ishin kallë edhe ato. Se shtëpia ka qenë e kallë në përgjithësi, për shtëpisë teme s'ka pështu, si shtot populli, as luks kemi pas me hangër. Qa që kanë qenë të djegura. O do është me lyp dikun luk ndryshta që atë në djeg, e me i pastru, e me përdor sirë për ushqim. Besa dhe s'kemi pas edhe millt mjaftueshëm. Përveç unë e kom pas më shef, edhe shumë tjerë kam shef, që veç unë, një sasit millet, të e ditë se edhe millën a ka kallë në hamar. Një migjës temi ka kallë edhe millën, se mu në këtë luftën e uqekes, mu ka vra vëllave dhe migja. Qaj që ke miftar edhe Osman Meja. Emri atje, miftarin e ka migja, së morin vëllav. Dëtë, këtu kom pas një aksion nëne, se unë e kom mëdhesh një njësit ushtara. Prej modestis, po dhe një njësit, kom qenë një prej komandantët legje, që kom bërë organizimin, unë kom qenë në arsimi e fokusu ma shumë, po edhe në lullë, po se gjithsesi. Dhe këtu kur kanë hyrë forcat serbe në këtë vend, unë kom qenë me një sitin tim, në mbrëmje kemi ardhur me i largu për këtu. I kemi rrethëguar gjitha unë. Po bëhet fjallë për vitin 99? 99, po. Në mars. Në mars 99, kemi hyrë në bërë dhe unë e dho komandën që mos me hyrë të gjithë për njerë, po gjithë kush me shku në drejtimet caktume. Dhe derisa unë nuk qes me pushka ta mos me vepru. Tu e ditë që shenë rrethonat mos më hetu shpejt që kush është të tekosh, po organizimi me qenë. Kom hyrë në bërë dhe i kom gjuhë forcët serbe, shtu 2 serbë, e ka qenë plagosur, i kanë lonë teshat këtu me gjatë, që i kanë ndru qarapat. Migja i ka qenë këtë onën tjetër dhe këtu është vra, a vllava është vra në onën mrap soj shpije, se shpija ti është qaj që atje me atë duvarin që është këthy knina për ndimë dhe o vra atje, se këtë shpiji kanë bo atë frengji sërbët, i kanë thy muret, i kanë ushtarë në atë frengji, se kush lëviz me gjujt. Po me qenë se ishte pak vonë, ishte ora 8 mbrëmje, nuk na kanë pas të gjithëve, kështu nuk kanë ditë. Të gjitha shtonës dhe 2 viktima këtu në vratë. Unë mas një ore gjysh 2 luftim që kem pas, jom tërhik për këti veni. Kom darë në rrethin, derisa jemi këtu në nesët edhe kemi marrë të atë vramit e kemi vërrës. Që është bënë mundi sa të krejt këj kontribut për lirinë e vendit? Po, që është edhe krenari, po është edhe dhimbje. Se më të vdek vllave, migja, djalë këtu, ose shqiptarët pa marrë parasysh, se unë s'kam qef mi dallu fort se si vllavi jam, si vllavi tush njëjtë. Të gjithë jemi shqiptarë. Kështu që është një krenari se e dim për shka e në vra. Po është edhe një dhimbje dhe asnjëherë nuk i harroj. Sot e ndim shumë mungesën e tyre. Dhe këto 2 janë përzime. Edhe krenaria dhe dhimbja. Sot me krenaria e mbajnë edhe beretën e... Po e mbajnë se është uniforma e re e veteranëve, kështu që nuk i vesh atë ishtat komplet, po komplet, veç deshta me këte me treguë se mbeten fotografi, me qenë se është ftoft pak për sa ta. Është pjesa jote ma krenore gjatë jetës? Gjatë krejtë se unë i kam sa 71 vjetë. Kërkun ma krenore nuk jam se në luftën e qekes. Kemi bon pa mundshme. Zoti s'na ka vra, se kemi qenë shumë herë të rrezikum edhe kemi mujtë me qenë vdekur. Po dora e Zotit, fuqia e Zotit, sot jem ku jem këtu. Lus Zotin prap, edhe popullit tim i tham, mos të harrojmë të kaluarën, se nëse harrohet e kaluara, nuk e kem as tashmen e as të ardhmen. Këta njerëz që mundohen me thonë përdhon një lloj mesazhi, që me thonë historia ka ndodhur veç me mua është gabim. Jo, nuk ka ndodhur historia veç me mua, po ka ndodhur me shumë vite ma herët. Dhe UÇK-ja ka qenë kupola e gjithë atyre përpjekjeve që është bo për lirinë e kësaj Kosove. Prandaj ta ruajmë këtë liri. Mos jemi njerëz përbës. Kush ka qenë UÇK-ja, çka ka qenë. Tash po më dhimbën këta komandantat tonë që janë Hag.
Unë e njoh mira që më tha që në si Nxans, ka qenë Skënderaj. Recep Selimin, Jakub Krasić, se këta e Ndrenicës. Tret këta e Ndrenicës. Kadri Veseli është pjesës Mitrovicës, po. A këta janë bashkë Drenica, ku kemi pas në kontakt me familje tyre, me ta, kemi nejt, kemi bisedu, edhe para e luftë. Po kanë qenë vullnetarë të fort, adhetarë të fort, që mu ma mërmenja si njerëz rrallë lindin në popull. Ashtë më thotë që është një prej njerëzve që bukur vështirë me kalu 100 vjetë e së mund të kemë një njerit të tjilë. Prandaj inshallah do në Zotë edhe lëshuhen të lirë, edhe do të bëllëshu se s'janë të fajshëm, nuk kanë bo krime. S'kem po zë mundësi me bo krime kur Serbia i ka bo 400 masakre në Kosovë. Na kemi pas civil, pasi civil se kemi të maltretu. As vra. Unë nuk di diçka që është vra dikush në Drenicë. Se na njerëz jem, më po mu ditë, mu njerën është edhe më thë, po nuk është e vërtet këta që po këta janë njerëz që në pagu me parë, janë njerëz që kanë pas privilegja ndryshme, Serbia i ka pagu, i kanë marrë. Lufta detyroi me u kyç edhe si ushtar, do më thonë, mirë po në vitet e mëhershme ke shërbyer edhe në Arsem, ke shërbyer edhe në shtëpitë shkolla, je njëri prej atyme që ka qenë edhe kolegë me mësuesin e ndjer Halet Gece. Po. Unë kom punu që thash në Mitrovicë për 15 vjetë. Na kanë qitë sërë për shkollë, tani kemi punu në shtëpi shkolla, te Kroji Vitaku, ndërsa keni dëgju përmes televizorit, atje kemi marrë mësimin. Prej prekazi kum shku atje me marrë mësimin. Dhe 10 vjetë plotas kemi marrë të holla. Kemi pas një 3% që ka do qeveria e Kosovës në atëherë, e Bujar Bokushit, mirë po Ndrenis nuk kanë arrit në gati hiq ato. Dikon 17 rroga për 3% që nuk kanë arrit Ndrenis. Dhe kemi punu 10 vjetë pas një të hollë. Sot po na dhonë një kompensim, qeveria ka miratu, ma heret, kemi një shtesë prej 100 euro për vitën 90. Qësh kanë qenë ato vite për ty, sa kanë shtirë? Ato ka qenë trona, pa shkollë, në shtëpi shkolla, ka qenë pa banka, pa karrika, pa drasë zezë, pa mjetët punës. Nxanci ka shkru në shpinë, Nxanci, e ka qitë pletorën edhe ka shkru. Jemi dytru me diktue, se s'ka pas librat batën u ndalen, se punumna me Republikën e Kosovës. Punëtorët e arsimit për herë të pare kanë jetësuar Republikën e Kosovës. Unë kom vullos shumë diploma e diftesa me vullë të Republikës Kosovës. Prej vitën 90 o fjallë. Jo, se mas 90 është tjetër senër, kur tani jo nga fitu me shtetin. Dhe jemi të parë, që kanë qenë shumë, 22.000 punëtorë në arsim kanë qenë. Që kemi jetësu, kanë marrë njerëzit të fakultetin në të ku, kanë kry shkollat mesme, kanë kry shkollat fillore. Sot janë punësum, që këj numër i madhë që është sot të kuadër, është prej atyre viteve. Dhe sot ku më shohin mu njerëzë më dhonë falenderime. Bile para 2 ditë më thirë njoj Mitrovicës, thot ku muj me dalë me pi një kafe arsimtarë, se ka morë malli më të pa. Kështu që njerëzit kanë nostalgji për atë ku. Sa ju kanë paraqit problem sarbët, policia serbe? Po, na u kanë paraqit se gati, sa herë kemi shku në shkollë. Unë kërë im shku në atë pjesën veriore, ka qenë shkolla edhe sërbë ka posë. Na kanë qitë me dhunë për shkollë. Jo me pendreka që thujmë ata kështu, po me shkopet si bejsbolla që kanë qenë ata dhe farë shkopash, dhe me ta gati, se unë e majta mbledhen e parë të sindikatës. Në atë ku se ishte sindikata munda, në rrethiku në krejt shkollën, dhe ka dalin prej klasës, 2 janë ka pas polis dhe kanë përdur dhunë dhe sa jemi dalin në barë. Dhe mos kemi mujtë më këty në shkollë. Jemi shku një shtëpi te Kroji Vitakut, kemi punu për 2 vjetë plus. Tani jemi këtyu në Laush. Edhe në Laush s'kem mujtë me punu mirë se e kanë kallë shkollën. Kër ka dalë në skenu Qekeja, unë kom qenë aty prezent kër ka dalë skenu Qekeja. Që ka lexue deklaratën e dalën shpallën e dalës në skenë të Qekes haptazi. Recep Selimi ka lexu. Ka qenë Daut Haradinaj, edhe Muj Krasniq Kapuqi. Ta 3 vetë kanë qenë dhe na të vërrem kemi qenë për 3-40.000 vetë.
për kretë Kosovës kanë orë. I në qunë kom të gjithë të reshë plak, për shkak dulë për herë të parë dhe u hiqen maskat. Se për para kemi dalë me maska, për shkak se mos më identifikuar. A ke qenë të aty kur ka ndodhur vrasja e mësuesit? Jo, 20 minuta pa u vra mësuesi nuk kom dalë. Se nuk duhet me folë një jo të vërtet. Qashtu ishte urdhë e drejtorit, aty kanë me të veç drejtori, ka qenë një mësues edhe mësociali. A mësuesi tjetër Shabane ka më plagu në dorë, mësuesin në bark i ka plumi, drejtori ka pështu pa morash, shumë mirë që u shpetu, dhe mësocialit ka vdek në spitalin e Mitrovic. Pa i dhonë ndim heq. E kanë tërgu atje njerëzit tjerë se jo unë, nuk e kanë marrë në dorë mjek sërbë që kanë qenë, e kanë lënë pa e trajtu dhe isa ka vdek. Edhe vdekja e një mësuesi i dha jehun edhe më të madhe krejt Shumë se ajo bon edhe në krejt opinioni kosovare, jashtë Kosovës, në diaspore, në gjitha u mobilizu populli. Se vështirë ishte më të vranë një pjeshtari arsimit, si shtot populli pa pikë faj. Po Serbia thët, ju një punëtor të arsimit dhe mu më kërë më zdrëfshën për autobusi shumë herë, qka po dënë të në Mitrovic me shku, kush po të qënë me mësuar? Apo qënë Rugova atje, qishtu original po të thamë. Thët qysh po shkonë, me të kujna urë, se na ishëm në Republikën e Kosovës, o pa shpallë në Kaçanik, Republika e Kosovës. Kur ishte Rugova gjallë. Na e zbatum atë urdhër me kushtetut, ishte me na me punu me plan program të Kosovës, të Republikës. Edhe në nshkrushëm diftesa, diploma. Zgudzojshëm i në shkruan asë në shpia, na për mole, na për vendet më shefta, edhe theshëm zënë se një ka njësë, na për shpi, mi shku mja qu. Se ku na paka që jem 2-3, pse pilshoni këtu edhe na i qkyk ato, na i... Plus kishin tani mosa tjera që e shkrujke, dhe o dosh me punu shumë shef. Me gjithat ja keni dalë? Po me furë, gjithmonë vullneti, e manë edhe sot vullneti. Sot mi pas krejt armot. Bile një ras po të regoj nëse ka ku. E fe me agoni patar të Skënderaj, që atërë si në nale me njerë. Thanë, ju zgudzoni me punu me plan program të Republikës Kosovës. Na ishëm dilemë, a me vazhdu, a mos me vazhdu. Ka orë për Prishtine, e majtëm një mledhe në Skënderaj, kam qenë aty edhe me shumë a punëtor të arsim. Dhamë shkëtë mendime, jo pelom, jo s'pelom, dikur për moj ma një kënina, thot nga një shapit. Mos e leni shkollër, se nëse lufta zgjatë 10 vjetë, po e zonë. Se s'dijet sa zgjatë, a zgjatë 1 vjetë, a 2, a 5. Ai që në klasë parë që shkon 7 vjeqarë, mas 10 vjetë i ba 17 vjetë. Me asë një të drejtë, dërkomtore s'ka më këty në klasë parë. Se s'gudzon asë me dho diftes, di fëmijës 17 vjetë, diftes klasës parë. Po manë mësimin qysh do që mundi. Mos i leni fëmin pa shku. Largoni prej rrugëve. Se sikur kur të bojnë në shkollë, kur folet për mësime, për diçka, edhe mos pas shumë sukses. E ka një sukses se për jafran fëmi. Dhe ashtu banëm në të gjithë. Besa ka pas suksese më të mëdha atë ku fëmija ka marrë drunë pri shpije, mu më ka ndodhë, nxënësit me baj drunë në qantë, me orë me dhe stufën, se s'kishëm se me shka me ndesë. Vetë me konti, a i fëmi që zbike, drunë, u mërzit ka ditë shumë. Pse s'ka mujtë me morë drunë për shpije me prunë, se u ndajke për e rritë. Do më thonë, fëmija në klasë, se unë për klasës 5 të komë marë, mësim. Klasë 5 e një ke vetën priku. Pse s'ka mujtë me pru drunë, se edhe unë e po du me dha kontributin tim. Kështu që ka qenë një vullnet, një punë e hatashme. S'po thamë ku me ditë sa është bon, se punuat aq sa ka dhe sa bundet njeriu, po ka pas sukses. Unë falenderoj shumë për krejt sakrificat mundin tënë mas pare, mirë po edhe për rrëfimin që ndove sot me shikuesit tonë. Ishte shumë kënaqësi, një rrëfim i cili po besoj sa do pak ka ndiku edhe me i motivu njerëzit mos me harru të kalumen, edhe me kthy ka njëherë kokën mbrapa me pas se sa kemi hekur sakrificat mundin e të parve për me mbri këto ku jem. Faleminderit shumë. Ju falenderoj edhe juve për kohën edhe mundin që keni bo. Edhe jeni të përhap përgjësi në Kosovë fjallën e vërtet, se gjithmonë fjallët e vërteta kanë peshë të madhe, dhe këtu burojnë prej zemrës, nuk burojnë për interesa kur fare, por prej asaj që kemi përjetu, ju falenderoj edhe njerë.
Ky emision mundësohet nga Telkos.